jom një revojnë, nuk është që jom diçka një alien për një botë tjetër, jom i kësaj toke vojnë, di që a din që me jetu këto kërës, tash për folim realitetin se është në Kosovë kur tjetërës, ti si do mos një person me nanizëm, ka ballafaqime ekstrem me njerëz. Edhe do më thonë vjen një kohë që gjyqys thu, hej, ajo normal që ajo të folë. A din, ajo normal që s'lim të mirë ta me neve, nuk po më e kuptoj, a din se jom një revojnë, nuk është që jom diçka një alien për një botë tjetër, jom i kësaj toke vojnë, di që a din që me jetu këto kërës, po ti nuk mënës për shembull më kallëzu mu për më thonë, jo e vogël, jo kështu ashtu. Ose një nonë, zakonisht nonat janë ato që mbezdisin mas shumti se nuk mune me qetësu fëmijën e vetë ta bojnë që beba kjo s'po konë. Po fali zoj, ku pe din qaja mëne. A për këtë ndili sa njona njerë më patë shtimja e plëtë një shtimin, për të thonë, thash që jam i zemër. Thash që pësha sa vjetër jam, thash që shpi fore ashtu fëmijë, do më thonë 2 vjetë, për kallëzën të që gjosh me gjyku dika, me para gjyku. Tash që vetë jetu jam mësu. Tash ma, tash unë ta toleroj, se jem njëri kuptusëm, për dikush tjetër nuk ta toleroj. Edhe pat nërë edhe, okej, më falë, adin, edhe pat të rikë. Dikush, jem dhe si për luva që të shtin me menu, edhe me thonë, u lova mo. Po vjen dikush, edhe t'jani folë, edhe gjitha këllgitë, më pas ka folë. Se di, edhe kam kontakt shumë të mirë me to, edhe me to kër më ka ra mu taku, e di që më ka jep shumë më fjallë të mira dhe më ka jep shumë më tëvë, për me jetu se jena me një botë, si do mos në Kosovë, të për probleme jetu. Po, i ceke disa prej... Dishte, jënë ata persona që kanë me të shti mu një keq, kanë me të shti, mja marrë notë e vetës, po shqyra apet, adin, ka zjarë për shemë 2-3 ditë një javë, adin, jëmë këfjela ku marrë vetën se më ka ardhe notë dhe mja pranu në fjallë të tjerve vetës, mi thonë, pëse me ndiku ata të ënë. Kur unë jëmë, ajo që duna me ndiku fjallë të mija, duna me ndiku të vetëja jam, edhe jëmë që apet. Pikrisht kusht një, din që je një vajzë e fortë dhe ndoshta këto fjalët e përditshme apo paragjykimet në një formë apo tjetër na ndikojnë gjithëve në përditshmëri, po gjithmonë ne ke pas një moment kur ndoshta thjesht si e marr më me atë pjesë, po sa e ceke që është vështirë me jetu në Kosovë në përgjithësi në një shoqëri të tillë, ndoshta edhe shumë paragjykuese. Se kanë qenë ndoshta momentet përveç e ceke që e ndje shumë në siklet, ke bërë edhe punë të ndryshme, asnjëherë nuk e ndalë, ke qenë shumë aktive në shoqëri, e ke ngritë zërin, po besoj edhe për shumë shoqe tjera. Po në fundit e këmë grizoni me një intervjist që nuk më ka pëlqy një farë krahasimi, e këmë grizoni, po gjyqys në Kosovë nuk është për që ki përkraje, sidomos për njerëzit me nanizëm, nuk është që i përkrajnë, ashtu këmë e di qka. Unë për shembull, e kom ngritë zonin, kom luftu këtë, jom dalë për intervista, e kom gjep ato që unë e kom dje, po, bravo të koftë, kom pa një intervist, okej, mirë shumë. Atë ka pëlqy intervista, po shumë mirë, kemi pas për krajen tam, ose okej, do më thonë, unë e thëmë, ka më përkraj që aj person, po kur vjen puna, ku s'taj person? Ku? A din, do më thonë, jënë do... është fjallë goja ma shumë të ka.